Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij në Izrael u nderua me medaljen presidenciale të nderit akorduar nga presidenti Isaac Herzog. Kjo medalje, tha presidenti i Izraelit, nderon ata si ju që kanë ndriçuar botën me udhëheqjen e tyre të jashtëzakonshme, qartësinë morale dhe vlerat demokratike, dhe ata që kanë dëshmuar miqësinë e tyre të guximshme me popullin hebre. Kodi shqiptar i besës, betimi i shenjtë i nderit, mbrojtjes dhe integritetit ndihet mjaft i pranishëm në këtë holl. Besa ka udhëhequr kombin shqiptar dhe e ka mbajtur pishtarin e dritës në emër të gjithë njerëzimit në orët e tij më të errta gjatë Holokaustit. Populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kuraje. Kryeministri Edi Rama këtë medalje konsideroi si nderimin e duhur për shembullin që shqiptarët i lanë botës, duke mos dorëzuar asnjë hebre të vetëm tek nazistët. Nuk mundem të mos kujtoj këtu një prej shumë episodeve të asaj faqe e të lavdishme të historisë son, kur të gjithë udhëheqësit fetar u thirrën nga nazistët për të dhënë qasje për të dorëzuar arin shqiptar dhe listën e hebrejve, dhe ata menjëherë thanë, mund ta merrni Floririn, por hebrejt janë tanë, do t'i mbrojmë. Shqipëria është një vend me shumicë muslimane, por kjo ishte një nga arsyet pse nazistët nuk mundën të mërrinin tek hebrejt, sepse muslimanët ishin mbrojtja e tyre më e fortë. Në përpjekje për të ndërtuar mbi këtë histori, vijoi Rama, ne bëjmë gjithçka mundemi që të ngrejmë zërin kundër antisemitizmit. Ne kemi miratuar të gjithë legjislacionin kundër antisemitizmit dhe kemi promovuar mësimin mbi Holokaustin në hebre, duke integruar atë në kurrikulën tonë shkollore, sepse është bindja jonë e palëkundër që kjo s'ka të bëjë me hebrejt. Kjo ka të bëjë me humanizmin tonë. Shqipëria do të jetë gjithmonë shtëpia juaj e dytë dhe ju do të jeni gjithmonë të mirëpritur në Shqipëri, përfundoi fjalën kryeministri Rama.